pranvera me temperaturat e larta edhe mangësitë e dezinfektimit të hapësirave të gjelbra kanë çuar në shfaqjen parakohet të sulmeve të insekteve dhe gjerprinjve. Konstatohet me shqetësim se me ardhjen e modit të ngrohtë, të bile të nxehtë, mund të themi, me ngritjen e temperaturave të ambientit, fatkeqësisht janë shtuar shumë gjallësat helmuese, që nga insektet, edhe zvaranikët, edhe çdo lloj insekti tjetër që nga vapa është bërë, domethënë, helmues dhe agresiv, edhe alergjik. Kjo vjen jo vetëm nga vapa, por kjo vjen edhe nga mungesa e dezinfektimeve dhe deratizimeve nëpër tokat bujqësore, nëpër vendet dhe ambientet ku rriten dhe zhvillohen këto gjallësa. Rastet e para në urgjencën e Spitalit të Fierit janë paraqitur në muajin prill, ku disa fermerë u pickuan nga vejusha e zezë. Për gjatë 2 muajve, prill-maj, vetëm në urgjencën e Spitalit Rajonal të Fierit paraqiten 34 pacientë, 2 të pickuar nga gjerprinjt, 2 të kafshuar nga brejtësit dhe pjesa tjetër nga insektet, ku dominon vejusha e zezë. Pothuajse kaq ishte edhe numri i pacientëve që u drejtuan në urgjencës së Spitalit Memorial gjatë muajit maj. Mes pacientëve shqetësues sipas mjekut Banushi është fakti se përveç mirimangës së zezë dhe akrepave, ka patur edhe sulme nga zvaranikët si në përka. Thatësira dhe inxeti ndikojnë në përqendrimin e lartë të helmit të këtyre gjallësave, kurse mungesa e dezinfektimeve po lejon shtimin e numrit të tyre. Kemi rritje të rasteve të pickimeve nga insektet dhe rastet klinike janë më të rënda se sa vitet e kaluara. Nga ana klinike zhvillohen forma mesatare edhe forma të rënda. Edhe raste domon të kafshimeve nga gjarpri dhe nga neperka, që sidomos gjarpri që nuk është shumë elmues, por neperka është elmuese dhe krijon klinik të rëndë me fjalë. Jemi detyruar që kolegët e mi, në fakt janë detyruar që të nisim për trajtim të mëtejshëm pranë klinikës universitare, për arsye të forcës së helmit, rritjes së gravitetit të sëmundjes. Duhen zbatuar disa këshilla, disa veç dezinfektimeve, deratizimeve në ambientet bujqësore dhe në ambientet të oborreve, të shtëpive, të tokave, ku ashtu duhet marrë masha dhe të punojnë me mjete mbrojtëse, me doreza, me cizme, me maska, me kominose. Duhet kontrolluar vendi përpara se të futësh duart edhe të bësh punë të ndryshme, duhet kontrolluar vendi me kujdes, sepse kjo shton pastaj rrezikun për jetën, shton dhe invaliditetin, shton dhe shumë gjëra të tjera. Vetëm një ditë më parë, në mes të qytetit të Fierit, u pa një gjarpër që sipas ekspertëve nuk është agresiv, por ai thjesht nuk duhet të ishte aty. Alarmi për shtimin e gjarprinjve dhe shfaqjen e tyre edhe në zonat urbane është dhënë një zyrtarisht nga strukturat shëndetësore në zonat rurale, aty ku paraqiten fillimisht viktimat e sulmeve nga insektet dhe zvaranikët. Madje në popullat po qarkullojnë edhe këshillat praktike për mbajtjen larg të gjallësave të rrezikshme, siç është vendosja e lëndëve si squfuri në mjediset e hapura.